Pavarësisht retorikës që përdorin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos nga presidenti Trump, dhe është e mirëkuptueshme përdorimi i kësaj retorike, sepse një komandant i cili është në luftë nuk mund të ketë një retorik pesimiste, kjo edhe për shkak të drejtimit që i bën një kombi të fuqishëm, por edhe të ushtrisë e cila është në front. Të tjerët janë pak skeptik dhe në fakt duke u nisur edhe nga deklaratat kuptohet që kjo luftë nuk mbaron shpejt, nuk mbaron as për 2 javë, siç u premtua, 2 javë që ka kaluar, as për 1 muaj. Është një luftë që do zgjasë shumë. Nga Shtetet e Bashkuara këtë e tregon fakti që shefi Pentagonit vajti dhe kërkoi 200 miliard shtesë për të vazhduar luftën e gjirit. Ndërkohë vetë Trump ju ka kërkuar aleatëve të tij që të përpiqen për ruajtjen e ngushticës së Hormuzit. Unë kam naftot, juve që doni naftën e lirë, çoni luftaniet dhe trupat aty. Ndërkohë, vetë Izraeli, ai që është aleati i Shtetet e Bashkuara në këtë luftë, nuk ka sy për paqe fare. Nga deklaratat e Netanyahut kuptohet që lufta do vazhdojë deri në arritjen e objektivave. Ata thonë që një pjesë e madhe e objektive janë arritur, si shkatrimi i centraleve bërthamore, rezervave të uranit, vendeve të prodhimit të raketave, por kjo është më tepër një bluf për të mbajtur opinionin publik të karikuar dhe me optimizmin përfitore, sepse të gjitha këto Irani i ka në tunele në përmale që është shumë vështirë që të azgjëson. E shumë ta mund të mbyllësh gryk hyrjen e këtyre impianteve të cilat mund të hapen brenda 4-5 ditësh me eskavator. Pra kemi të bëjmë me një luftë në fushën e propagandës. Ndërkohë Irani ka filluar e shtrin goditjen e tij në gjithë vendet e gjirit. Fakti që presidenti Trump ka premtuar që do godasi centralet bërthamore, centralet elektrike, tregon që lufta pra nuk është fare drejt fundit. Pika e fundit pasaj ku mund të harrihet është goditja e pikave të shkëlqyzimit të ujit, sepse 70 deri në 80% e rezervave të ujit, sidomos nga vendet e gjirit përjashtë Iranit, merren nëpërmjet shkëlqyzimit. Në qoftë se pastaj do filloj goditja e impianteve të Iranit, atëherë do filloj dhe goditja nga ana e Iranit e pikave të këtyre vendeve të gjirit, të cilat mund shkaktojnë hyrje në luftë, por këto nuk i prishin gjakun Iranit, sepse në fakt këto shtete janë monarki nepotike të cilat edhe për nga ana ushtarake janë tepër të dobta. Duhet të kujtoj këtu që milicia Houthi me shapka e me nga një Kalashnikov ja kanë dalë të bëjnë zapë dhe të thyen ushtrinë e Arabisë Saudite. Këtu është shumë vjet përpara kur Arabia Saudite tentoi të ndihmonte Yemenin kundërshtarët e shitëve, pra e Houthit në Yemen. Dhe megjithëse Arabia Saudite ka gjithë armatimin më të fundit që i afrojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk ja doli që t'i thyente. Përkundrazi ishin këta që goditën rafinerit që i kapte rrezja e raketave rudimentale që kishin, duke e bërë Arabinë Saudite të tërhiqej nga kjo betejë. Pra, këto shtetet e gjirit pa ndihmën e Shtetet Bashkuara dhe pa ndihmën e Izraelit nuk kanë pikë takati përpara Iranit. Ndërkohë në Iran, pavarësisht se është goditur gjithë klasa drejtuese, vihet re që ata që kanë ardhur në fuqi janë pjesa intransigjente, ajo pjesë që nuk e do paqen me Shtetet e Bashkuara, sepse së pari i nevojitet për të krijuar një kurikulum për veten e vet, së dyti janë të rritur në pjesën më fanatike të regjimit të Ayatollahëve. Dhe kjo i bën të rrezikshëm sepse fanatikët janë gjithmonë ata që i përshkojnë për shtat shprehjes e si mund ta trembësh njëri që nuk ka frikë vdekjen. Si mund ta trembësh njëri i cili mendon se duke vdekur do shkojë në parajs me 72 virgjëreshe. Dhe ky është një problem. Dhe siç duket, lufta ka për të qenë e gjatë. Si do tërhiqet Donald Trump, kjo mbetet për tu parë. E vërteta është që gjithë analistët, qoftë edhe ata që janë të krahut të djathtë, thonë që tashmë ka hyrë në një rrugë pa kthim. Dhe ajo që mendon që ta lëj ngushticën e Hormuzit pret Iranit është pak e vështirë, duke menduar që do detyroj perëndimorët NATO të futet në luftë, atëherë kjo e fut vërtet çështjen në një qerr sokak.
Gjithsesi, ajo që mbetet për të thënë është që kjo luftë është ndër më enigmatiket dhe ndër më emocionuset e shekullit të 21. Në qoftë se në Irak dhe në Afganistan e dinim se si do ishte përfundimi, këtë, me sa duket, as think tankët e Shtetet Bashkuara nuk e kanë menduar. Si gjithmonë në fund ju rikujtoj të bëheni pjesë e kanaleve tona në YouTube Dritare TV dhe të kanalit Rudina Xhunga. Faleminderit.